Historia e Shqipërisë është e mbushur me ngjarje të mëdha, figura të mëdha, heroizma dhe tragjedi. Por krahas tyre, ekziston edhe një pjesë tjetër e historisë, një pjesë e herët, e humbur, e zhdukur, e manipuluar ose e heshtur. Ka periudha të tëra që librat nuk i shpjegojnë, ka vite që mungojnë, ka kapituj që askush nuk i ka shkruar, ka të vërteta që askush nuk i ka thënë. Ato janë vitet e humbura të Shqipërisë. Rrëfimi fillon aty ku historianët shpesh heshtin, në periudhat kur dritat u fikën, ku arkivat u dogjën, ku pushtuesit e shuan gjurmët, ku regjimet i rishkruan faktet, ku populli mbeti pa zë. Dhe pikërisht në atë heshtje, shihet e gjithë enigma. Thuhet shpesh se historia e Shqipërisë ka filluar mijëra vjet më parë, por fragmentet e para të dokumentuara të civilizimit i lirë janë shumë më të pakta se sa duhet të ishin. Shumë qytete i lire janë gjetur, por shumë të tjerë janë zhdukur krejt, pa asnjë shpjegim. Disa historianë pyesin si ka mundësi që një popull me kulturë mijëvjeçare të keq kaq pak shkrime. Kush i zhduku? Kush i dogji? Kush i fsheu? Këtu nis kapitulli i parë i viteve të humbura. Pastaj vijnë shekujt e erët të mesjetës së hershme, ku Shqipëria zhduket nga harta për pothuajse 300 vjet. Aty ku shfaqen kombe të tjera, emirat, mbretëri, e shfaqemi vetëm si një hije që lëviz në mal. Disa besojnë se kjo ndodhi nga humbja e arkivave të Romës lindore. Të tjerë mendojnë se populli shqiptar u zhvendos, u fsheh, u izolua për nuk humbi, ndërsa disa të tjerë thonë se këto sheku janë fshehur nga vetë perandoritë e kohës, sepse shqiptarët i duhej të mbaheshin në errësirë. Dhe kur historia rikthehet me emrat e balshajve, topijajve, duhagjinve, zahariajve, kastriot, ka ende zbrast. Shumë beteja nuk janë dokumentuar, shumë marrëveshje nuk janë ruajtur, shumë të vërteta nuk janë shkruar. Çfarë ndodhi në këto periudha? Kush i zhduku dokumente? A u dogjën në luftë? Apo dikush nuk deshi të shihte të ardhmen? Një ndër kapituj më të erët janë edhe arkivat e humbura të Skënderbeut. Sipas burimeve, Skënderbeu kishte një kancelari të mirëfillt, me shkrimtar, kronik dhe dokumente të shtetit. Po ku janë sot? Vetëm një pjesë e vogël mbijetoi në arkivat e Vatikanit, Napolit dhe Medvelit. Por ku janë pjesa tjetër e traktateve, vendimet, urdhrat, kronikat e fushatave? Disa thonë se u dogjën nga Osmanët, disa thonë se u morën nga Venedikasit. Disa besojnë se disa prej tyre ruhen në arkiva private që nuk hapen kurrë. Mandej vjen periudha osmane. 500 vjet histori, por shumë pak dokumente të ruajtur nga ana shqiptare. Pse? Sepse shumë shkrime u bën nga kronistë osman, jo nga shqiptar. Dhe një pjesë e madhe e dokumenteve të qyteteve shqiptare u zhdukën në luftra, kryengritje dhe në zhvendosje e popullsisë. Ka fshatra të tërë që humbën arkivat e tyre kishtare, manastire që u dogjën, biblioteka që u boshatisa. Këto humbje krijuan mbëshllëqe të mëdha që ende sot nuk plotësohen. Por pjesa më e errët e viteve të humbura vjen në shekullin e 20, epoka e pushtimeve, diktaturës, emigrimeve, djegjes së arkivave dhe manipulimit të historisë. Në vitet e mbretërisë, shumë dokumente u mblodhën dhe u censuruan. Në luftën e dytë botërore, shumë arkiva u plashkitën dhe u dogjën. Por pas vitit 1945, nis kapitulli më i madh i jeshtjes, regjimi komunist, i cili sundoi për 45 vjet, krijoi versionin e vet të historisë, duke fshirë, censuruar ose ndryshuar çdo gjë që si përshtatej ideologjisë. Shumë figura të rëndësishme u zhdukën nga librat,
shumë ngjarje u shtrembëruan, shumë dokumente u sekuestruan, arkiva të tëra u mbajtën të mbyllura. Ka dosje që u zhdukën sapo regjimi u shëmb, ka dokumente që askush nuk i ka parë kur, ka faqe të tëra që mungojnë, ka familje që din histori që librat nuk i tregojnë, ka dëshmitar që pan ngjarje që nuk u shkruan kur, ka dhjetra mijëra shqiptar që përjetuan tragjedi, të cilat shteti asaj kohe i fshiu pa gjuhë. E vërteta është se historia e Shqipërisë nuk është e plotë. Ajo është një mozaik i gjymtuar, një libër i grisur, një film i prerë në mes dhe çdo brez përpiqet ta rindërtojë me fragmentet që ka. Dhe kështu lind pyetja e madhe. Se ka kaq shumë kapituj të zhdukur, se ka kaq shumë vite të humbura. Se librat nuk na tregojnë gjithçka. Sepse historia nuk është thjesht rrëfimi i së shkruarës, është fuqi, është politikë, është kontrolli i së ardhmes. Çdo pushtet, romak, bizantin, osman, jugoslav, italian, komunist, ka lënë gjurmët e vet në të, dhe shumë nga këto gjurmë nuk janë të vërteta, por të shkruara. Por pavarësisht viteve të humbura, e vërteta nuk u zhduket. Ajo mbetet diku, e fshehur në një arkiv, në një dokument, në një gojdhën, në një varr të lashtë, në një mozaik, në një kronik të harruar, sepse në fund, historia e Shqipërisë nuk është ajo që ka shkruar të tjerët, por ajo që jemi ne realisht. Dhe ajo ende pret të zbulohet.